Zbatimi i projektit Smart City Albania në shkolla pritet të sjellë një transformim të rëndësishëm në mënyrën se si monitorohet dhe menaxhohet siguria në ambientet arsimore. Përmes instalimit të kamerave inteligjente dhe sistemeve të avancuara të mbikëqyrjes, institucionet do të jenë në monitorim të vazhdueshëm në kohë reale. Këto teknologji do të mundsojnë identifikimin e menjëhershëm të situatave të rrezikshme apo personave të pa autorizuar, duke lejuar ndërhyrje të shpejtë nga strukturat përgjegjëse. Prefektja e Qarkut Korç, Florinda Zegullaj, thotë se fokusi kryesor i projektit është parandalimi i incidenteve, duke krijuar një mjedis më të sigurt për nxënësit. Paketa e sigurisë në shkolla në fakt është një iniciativë që ka filluar që prej shtatorit të vitit 2023 dhe vijon të mbetet në prioritetet e Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe institucionit të prefektit, sepse lidhet drejt për drejt me sigurinë dhe shëndetin e fëmijëve dhe komuniteteve shkollore. Ka nisur implementimi i projektit Smart City Albania, i cili do të rrisë ndjeshëm çështjen e sigurisë dhe të menaxhimit të territorit në Republikën e Shqipërisë, sepse pjesë e projektit janë investime të avancuara teknologjike, që kështu ngelemi optimist për të ardhmen. Përveç aspektit të sigurisë, sistemi i pritet të ndikojë dhe në përmirësimin e disiplinës në shkolla, duke ndihmuar në reduktimin e fenomeneve negative dhe në rritjen e përgjegjshmërisë së nxënësve.